Finalisti i Big Brother VIP5 Miri ka folur për emocionet dhe vështirësitë që ka përjetuar familja e tij gjatë kohës së qëndrimit në reality show. I ftuar në një studio televizive, ai tregoi se nëna e tij e ka përjetuar shumë rënd situatën brenda shtëpisë, sidomos akuzat dhe komentet që janë bërë ndaj tij gjatë programit. Miri u shpreh i prekur duke theksuar se nëna e tij është një grua shumë e sakrifikuar dhe e dashur, e cila ka dhënë gjithmonë gjithçka për familjen. Sipas tij, ajo nuk i ka pranuar ngjarjet dhe zërat që janë përhapur gjatë spektaklit. Ai shtoi se një nga shqetësimet e tij më të mëdha gjatë qëndrimit në Big Brother VIP ishte pikërisht mënyra se si po e përjetonte nëna e tij gjithçka nga jashtë, ndërsa tha se vëllai i tij ka qenë ai që e ka mbështetur dhe e ka qetësuar në këtë periudhë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.